Një aksident tragjik u regjistrua mesditën e së martës në autostradën Tiranë-Durrës, ku një autobus me pasagjerë që udhëtonte nga Berati drejt Tiranës u përmbys në mes të rrugës, pasi drejtuesi i mjetit humbi kontrollin. Nga përplasja e fortë, autobusi doli nga rruga dhe goditi barrierat mbrojtëse, të cilat depërtuan në pjesën e brendshme të mjetit, duke shkaktuar dëme të mëdha dhe panik mes pasagjerëve. Viktima e aksidentit mbeti shoferi i autobusit Dredion Hasimi, 36 vjeç, i cili sipas mjekëve mbërriti pa shenja jetë në spital, në ndyshimet se përsoi infarkt, ndërkohë 12 persona të tjerë mbeten të plagosur dhe u transportuan me urgjencë drejt spitalit të traumës. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, 7 prej të lënduarve ndodhen në gjendje të rëndë, mes tyre edhe një fëmijë intubuar, teksa shefi i urgjencës së traumës, Augustin Suma, dha detaje për të plagosurit. Aktualisht në spital duke marrë trajtim intensiv janë 2 të mitur, një i moshës rreth 8 vjeç, 9 vjeç në gjendje të rëndë shëndetësore. Një tjetër i mitur rreth moshës 14 vjeç ndodhet në repartin e observimit, ku po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme nga stafi mjekësor. 5 pacientë të grup moshës së përafërt 30 deri në 50 vjeç po i nënshtrohen ndërhyrjeve kirurgjikale nga ekipet mjekësore roje të urgjencës. 5 pacientë të tjerë janë në gjendje të stabilizuar, po trajtohen në urgjencë dhe po mbahen në mikqyrje të vazhdueshme mjekësore. Ndërkohë, zëvendës kryeministri Albana Koçiu dhe ministri i Brendshëm Besfor Lamallari reaguan menjëherë pas ngjarjes, duke shprehur ngushëllime për familjen e viktimës dhe solidaritet me të plagosurit. Organet përkatëse ligj zbatuese kanë ngritur një grup hetimor për zbardhjen e plotë të rrethanave, ndërsa gjendja e të plagosurve vijon të monitorohet nga mjekët në spitalin e traumës.